Shoqata humanitare Bereqeti ka bërë gati 1400 pako ushqimore dhe higjienike për t'i dhuruar për rastet sociale dhe familjet e cënueshme në gjithë vendin. Ky aksion humanitar që po mbështetet nga qeveria e Kosovës, përkatësisht Ministria e Financave synon të ndihmojë familjet më të ndjeshme të shoqërisë. Jemi në depo në shoqatës Bereqeti, ku kemi deponuar 1400 pako ushqimore dhe higjienike, të cilat janë të dedikuar për familjet nevojtare që do t'i shpërndajmë në nivel vendi me koordinatorët tonë, por një bashkëpunim edhe me drejtoritë e mirëqenies sociale që janë nëpër komunat Kosovës. Kjo ndihmë ka ardhur tashmë është hera e dytë që na mbështet qeveria e Kosovës nëpërmjet Ministrisë Financave, masa 3.4, që është me pako ushqimore dhe higjienike. Bereqeti në vazhdimsi ka një bashkëpunim të shkëlqyer me qeverinë e Kosovës në aksione të tilla humanitare. Është hera e dytë që na mbështet qeveria e Kosovës nëpërmjet Ministrisë së Financave të masës 3.4. Mbështetja nga qeveria dhe nga Ministria e Financave ka qenë në vitet e kaluara edhe për 2 kuzhinat humanitare, 2 herë na i kanë mbështet kuzhinat humanitare që i kemi tani më në Pejë dhe në Mitrovic. Kjo mbështetje financiare për këtë aktivitet humanitar është siguruar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve në kuadër të masës 3.4. Mbështetje financiare për OJQ-t, që ofrojnë shërbime sociale për kategoritë e cënueshme të shoqërisë përmes pakove ushqimore. Nga java e ardhshme, 1400 raste që përfshin jetimet, rastet sociale dhe kategoritë më të ndjeshme të shoqërisë në të gjithë Kosovën do të përfitojnë nga kjo ndihmë.